Përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë bashkë me zëvendëskryeministrin serb në qeverinë e Kosovës Branimir Stojanović janë përkujdesur që obori dhe kisha brenda kampusit universitar të pastrohet nga mbeturinat. Mbrapame këtu po pastrohet obori i Kishës Ortodokse Serbe, e cila gjendet brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës. Këti aksioni pastrues, i cili është ndërmarrë nga përfaqësues të ortodoksizmit serb në Kosovë, është bashkangjitur edhe zëvendëskryeministri i Kosovës Branimir Stojanović. Përderisa po vazhdon të pastrohet obori dhe brenda kisha ortodokse serbe, qytetarët po shohin si tendencioze. Ata janë shprehur se qëllimi i tyre nuk është të provokojnë atë nxisin shqiptarët, por si besimtar kanë ardhur ta ndërtojnë të drejtën e tyre njerëzore mbi këtë kishë, siç thonë ata, ju përket atyre. Zëvendëskryeministri i Kosovës Branimir Stojanović tha se ai është bashkangjitur kësaj nisme për pastrimin e kishës që është ndotur me fajin e dikujt. Sipas tij, institucionet dhe organet përkatëse duhet të merren me rastin. Naša je želja danas da nastavimo ovu akciju koju... Nuk kemi qëllime që këto qoftë ta provokojmë apo ta nxisim. Dëshira jone sinqertë është që kjo kishë dhe ambienti përreth të pastrohet. Kjo është arsyeja pse jemi angazhuar që të ndihmojmë kishën ortodokse serbe. Thjesht të bëjë gjithë atë që e ka menduar. Ndërsa Peshkopi i kishës ortodokse serbe për Tribuna Channel tha se qëllimi është ta pastrojnë kishën dhe të tregojnë se kjo punë i përket kishës së tyre. Da očistimo hram Krista Spasa iznutra. Dëshirojmë që krahas kishave tjera në Kosovë, kjo kishë të pastrohet dhe të jetë në shërbim të Zotit dhe të kryejm vetëm lutjet, sepse për këtë qëllim edhe është pastruar. Asnjë qëllim tjetër nuk e kemi, vetëm pastrimin e oborit dhe kishës e cila është lënë pas dore. Këto veprime janë parë si tendencioze dhe provokuese nga ana qytetarëve, të cilët prapa kamerës janë shprehur të shqetësuar teksa shihnin të bënin pastrimin dhe punët brenda kishës dhe oborit të kampusit.